Mu do me thënë se kontaktojnë të gjithë deputetët në format të ndryshme. Kontaktojmë edhe one. Tani, kur kontaktojmë, natyrisht që bëjmë pyetje a kanë autorizime dhe nga kush marrin detyra. Kontaktojmë nga zyrtarët e vetëvendosjes, kontaktojmë nga ndërmjetësuesit e tyre. Por është fakt se 2 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në një fokus të veçantë të interesimit të autoriteteve të vetëvendosjes. Mbetet në diskrecionin e atyre që vetë të deklarohen. Por ne i kemi njohurit, i kemi informatat, i kemi përmbajtjen e bisedave të gjitha deputetët të cilët më së shumti do thotë kontaktohen nga autoritetet e vetëvendosjes, janë shumë stabil edhe do t'i përmbahen qëndrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës.